Me fletushka e vizatime të ndryshme të punuara nga vetë nxënësit, u shënua dita e konventes për të drejtat e fëmijëve. Mbështetur nga organizata jo qeveritare Syri i Vizionit nga Peja, disa nxënës të shkollës së mesme të ulët Mustafa Bakia shkëmbyen njohuritë e tyre para nxënësve të shkollës Zekria Regja dhe Ana Sjeltas. Bile ata prezantuan edhe fakte mbi shkeljen e të drejtave të fëmijëve. E mësimdhënësit e theksuan qëllimin e këtij aktiviteti. Qëllimi i këtij aktiviteti ka qenë vetëdijësimi i nxënësve për vjetorin e Konventit të drejtave të fëmijëve, që është 29 nëntor, po kjo ditë, po e vitit 1979, që të vetëdijsojnë fëmijët për të kaluar se si kanë qenë fëmijët, se çfarë kurse, çfarë situata kanë punu, kanë jetu, janë shkollu, e sot çfarë kurset kanë më të mira për jetën e sotme. Sot është pra një ditë shumë e çmuar për fëmijët, sepse këtu kemi njëri për alkoolin, për drogën, për cigaren, që të largohem sa më shumë për rrugëve të këqija, sepse fëmijët janë ata ardhmja jonë. Edhe nxënësit që ishin pjesëmarrës e vlerësuan mjaft këtë organizim, si mundësi për të njohur me të gjitha të drejtat e tyre dhe për të ikur dukurive të këqija. Bëm bashkëpunimi me shkollën Zekria Regja, na treguan se nuk respektojnë shumë, por kanë filluar organizata ndryshme si UNICEF-i, kanë filluar të vetëdijsojnë ata që nuk i respektojnë të drejtat për fëmijë. Janë shumë të mirë të ardhura për shkak se bëjnë sensibilizimin e fëmijëve për drejtat që i kanë edhe mos t'i kalojnë ato dhe t'i mbajnë ato që janë edhe mos diskriminohen të tjerët, por t'janë gjithë barabartë. Konventa mbi të drejtat e fëmijës u aprovua nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara me 20 nëntor të vitit 1989. Ajo u firmos për një kohë të shkurtër nga 61 vende të botës. Është një radhitje përgjegjësive kundrejt fëmijëve, të cilat shtetet janë të gatshme t'i njohin dhe respektojnë.